Përshëndetje profesor. Si kalon? Unë mendoj që dhe jo mendoj, po isha i sigurt, jam i sigurt që Vllaznia ka ardhur në gjendje optimale. Skuadra, lojtarët, mendimi për ndeshjen i gjithë strukturave të klubit. Dhe mund të them që luajtja direkt në turin e dytë, mund të them që na ka bërë mirë për faktin sepse kemi pas kohë më tepër për të përgatitur. Kjo ishte një anë pozitive. Anët pozitive të tjerat ju e keni parasysh shumë mirë për faktin sepse kishin pushimin e dur, sepse çdo skuadër do pushim, çdo lojtar do pushim për të kryer një fazë përgatitore ose për të përgatitur për sezonin tjetër. Kështu që jemi mundu të gjitha gjanat t'i bëjmë rënditjen e dur për të ardhur në formën e dur për këtë neshë. E ka fiksuar jo sa 11-shin e parë? Meraku juaj është se kush do të luajë 11-ce. Normal. Ju e keni panë stërvitje, keni qenë stërvitje. Nuk kam pas shumë gjëra për të ndryshuar, derisa ekipi më shpërgjigj qoftë në stërvitje, më shpërgjigj qoftë me dëmtimet që s'kemi pas gjatë kësaj periudhe përgatitore, sidomos dëmtime muskulare. Kemi pas problemin e Latifit, të cilin besojmë do ta sjellim në gjendjen e dur deri nga dalë. Kështu që formacioni nuk ka nevojë të deklaroj formacion. Në kokën time është formacioni që edhe lojtarët e kanë qartë, pothuajse cilët do të fillojnë dhe cilët do të jenë të gatshëm. Profesor, përveç përgatitjes, keni patur kohë ta studioni kundërshtarin, e dini se ku janë pikat e forta apo dhe dobta të tij? Për sa i përket kundërshtarit, është një kundërshtar që është me histori në futbollin rumun. Dhe unë mbaj mend shumë mirë kur kam luajtur vetë kundra Dinamos Bukureshtit. Ka qenë në 3 skuadrat më të para bashkë me Steaua. Ka një president, sepse gjërat kanë ndryshuar. Ka pas dhe kjo skuadër uli ngritjet e veta. Shoh një infrastrukturë shumë të mirë për vëmendjen që i kanë dhënë futbollit atje. Ka një president i cili e njeh futbollin, ka qenë brenda futbollit, edhe kjo është një anë pozitive për një skuadër. Kështu që për sa i përket të pyetjet për pikat e forta, pikat e dobta. Unë luhet skuadër, e kemi pa neshjet e kësaj skuadre. Disa neshje kemi parë, i kanë ndjek dhe lojtarët në mënyrë individuale, edhe për interesimin që i kanë pasur për kundërshtarin. Por mu më intereson më tepër se çfarë do të bëjë skuadra ime. Dim që kjo skuadër ka luajtur vjet kundra Laçit, edhe ky fakt ne nuk na favorizon, për faktin sepse do t'i marrin masat ndryshe këtë ndeshje, por unë jam shumë i qetë nga momenti që kam një skuadër me futbollistat të cilët unë e di maksimumin e tyre futbollistave, e di edhe maksimumin e tyre futbollistave në qoftë se veprojnë si skuadër. Futbollistave të mi flas, se për kundërshtarin një skuadër që ka cilësi në sulm, nuk po flasim për buxhete e tjera, buxhetet në futboll japin prioritet një skuadër të formohet, por pastaj gjërat shkojnë me skuadrën që impenjohet më tepër, me skuadrën që tregohet më tepër tim për sa i përket neshës. Favorët që ndeshje po luajnë Shkodër? Me rregullat që kanë nxjerrë UEFA tani, unë e quaj favor. Sepse fundit do të luftojmë për një rezultat dhe në bazë të rezultatit parë
do të shikojmë se si do të menaxhojmë neshin në neshin e dytë që do të lyjmë në Krajov. Kështu që kam thonë dhe herë tjetër, fusha jashtë, fusha mrena çdo skuadër paraqet rënditjen e saj në fushën e lojës, ose si mund të themi vendosjen e saj në fushën e lojës, por strategjitë mund të jenë ndryshme. Strategjia jonë është që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, po jo të kujdesshëm duke nejtë mbrapa, të kujdesshëm duke e sulmuar kundërshtarin. Profesor, ka një interesim tepër të madh nga ana e tifozërisë shkodrane. Pritet një stadium i të mbushur, një plus me tepër për skuadrën, në qenë se edhe takimi nuk transmetohet thuhet në televizion. Është një thik me dy presa, sepse Vllaznia në rast se kemi incidente si sezonit të kaluar rrezikohet edhe çdo pjesë e Vllaznia po të ketë 15 neshës pak në informacionet që kemi marrë nga UEFA. Ka një vëmendje të veçantë. E para punës keni precedentet e vitit kaluar, që kanë marrë me klubin e Shirokit që kemi luajtur në turin e parë. Çdo mësim duhet bëhet mësim. Kështu që ndërsa për sa i përket tifozërisë, kam thënë dhe herë tjetër që tifozëria është një armë plus për çdo skuadër. Dhe unë jam i ngrohtë me këtë tifozëri për mënyrën se si e ka mbështet jo vetëm në ndeshjen finale të kupës, që ka qenë edhe korrekte edhe entuziaste për skuadrën, por jam shumë entuziast sepse përgjithësi kam thënë dhe herë tjetër, nëse ju e keni parasysh që vitet e para ose ditët e para që kam qenë në Shkodër, është një tifozëri që e njeh futbollin dhe ne do ta bëjmë me lojën tonë, ne do ta bëjmë të tifozëritë na mbështesin sa më tepër. Ky është mendimi im. Kush do të kopjoj me Lusin, sepse i shënon dikur Romunë. Ku luani me Tiranë. Unë të drejtën e kam ka qenë një ndjesi shumë e mirë ime për më përpara Çarkanov, se Çarkanov më përpara nuk ka fare rëndësi. Problemi është se çfarë do bëjë të djem tashti, sepse futbolli ka ndryshuar shumë nga atëherë që nga viti 86 me tani ka pas shumë ndryshime. Edhe po të mendoj unë që çfarë është bërë atëherë edhe çfarë ka ndodhur do të bëjnë të çunat tashti, do të bëj shumë gabim të madh, sepse futbolli ka ndryshuar, to djem janë stërvit ndryshe, to djem kanë aftësi shumë më të mira se ne atëherë, të them me bindje, nuk jam hipokrit, sepse ka evolim në çdo fushë. Në momentin që ka evolim në çdo fushë, dhe futbolli ka evolim në vetë. Edhe këto djem janë shumë më të aftë se ne. Profesor, Vllaznia asnjëherë nuk është kualifikuar në turin e tretë të Kupës së Evropës. Vitin 2011 ishte shumë pranë, 4 minutat e fundit ndaj Tunit mban mend nga të gjithë. Ka momenti që ta shënojmë historikë Vllaznia kalimin në turin e tretë. Më kujtove gjesh një histori të kaluar të hidhur ka Vllaznia për mua. Besoj se mos do vi puna deri në minutat e fundit. Por ne do të jemi të përgatitur gjatë gjithë ndeshjes, futbolli është futboll, do të jemi përgatitur gjatë gjithë ndeshjes që të mos humbim ekuilibrat tonë, qoftë ekuilibrat në fushën e lojës, qoftë ekuilibrat mendor. Faleminderit, suksese. Do jetë një vllazni sulmuese profesor apo do jetë një skuadër cinike në fushën e lojës? Çfarë stili loje mendoni? Unë skuadër cinike i them edhe sulmit të mbrojtjes, kështu që mu më intereson të jetë skuadër. Suksese. Sepse po mboni një pyetje të tillë tashti që vllazni cinike ose vllazni sulmuese. Po janë gjëra të cilat bashkohen bashkë. Ndjesia e bukur e pjesëmarrjes së Vllaznisë Kupës së Evropës për 2 vite në radhë. Sigurisht është një ndjesi e bukur, marrësh pjesë 2 vite rresht në Kupën e Evropës, fitosh 2 vjet rresht Kupën e Shqipërisë. Vjet ishte ndjesi ndoshta më e bukur sepse bëma pothuajse mrekullinë, duke humbur ndeshjen e parë 3-1 dhe pastaj ta kthesë rezultatin 3-0. Gjithë Shkoda ishte në festë, gjithë Shkoda ishte entuziaste. Kishim mundësi edhe turin e dytë, por u eliminuam. Gjithsesi objektivi jonë vitin e kaluar ishte kalimi i turrit parë. Ja arritëm qëllimit,
Ndërsa këtë vit kena shansin të lozim direkt turin e dytë dhe normalisht objektivi jonë është të japim maksimumin dhe ta mendojmë dhe kualifikimin. Të gjithë e konsiderojnë favorit ka juve. Them vërtetën, ajo është favorit në letër, favorit me statistika, me buxhet, por në futboll nuk lun buxheti, nuk lun buxhetin në transfer market apo paga e lartë të futbollistëve. Shpesh herë në futboll fiton ai që jep maksimumin, që jep shpirtin në fushë dhe jo vlera e lartë e skuadrës. Skuadra është përforcuar me elemente të ri në këtë sezon. Janë harmonizuar me kolegët e tjerë të ekipit, me repartet. Duke pas parasysh se kishin disa ndryshime që u larguan disa lojtarë cilësor që kishin kontribut shumë të rëndësishëm te Vllaznia vitet e fundit. Besoj se janë afruar lojtarë të duhur. Kemi zhvilluar një fazë përgatitorë shumë mirë dhe mendoj se ato lojtarë që janë afruar janë ambientuar shumë shpejt me skuadrën dhe besoj se nuk ka asnjë problem te kjo pjesë. Mendon se mund të ketë shumë punë mbrojtje në këtë ndeshje? Duke pas parasysh se kundërshtari ka cilësi të lartë në fazën sulmuese, normalisht modet duhet të jetë më kujdesshme, duhet të jetë më përgjegjshme, por unë mendoj që më shumë duhet merrem me pjesën e lojës tonë dhe jo me cilësitë e kundërshtarit. Nëse arrijmë mendojmë vetëm cilësitë e kundërshtarit, atëherë do të jetë një minus për ne. Për të kaluar turin duhet të shënohet gol në Loro Boriçi. E pris një fitore me gola në Shkodër. Në logjik qëndron kjo që thuti, por jo domosdoshmërisht duhet të shënosh gol që ta kalosh turin. Por gjithsesi ne normalisht do të lozim për fitore, jemi në fushën tonë, jemi në shtëpinë tonë, jemi para tifozëve tonë dhe do të japim gjithçka që ta fitojmë ndeshjen në Shkodër. Faleminderit. Can you tell them what's Lee's name here? Dennis. What's Lee's here, Adi?